Kjo shtunë shënoi kulmin e pelegrinazhit në malin e Tomorit. Qindra besimtar bektashin nga i gjithë vendi ngjitën malin në shenjë mirësie për të nderuar shenjtorin Abaz Aliu. Kryegjyshi botror Haxhi Dede Edmond Brahima ju lut për paqe dhe mirësi. Nga ky mal i shenjtë dëshirojt t'ju drejtojmë sot të gjithë shqiptarëve, të mos e humbin kur dashurinë për një tjetrin, të mos lejojnë që dallimet politike, shoqërore, ekonomike apo të tjera të na bëjnë të harrojmë atë që na bashkon. Të ruajmë familjen, respektin, fjalën e mirë dhe nderin. Të kujdesemi për fëmijët, të anët për të moshuarit, për njerëzit në nevojë dhe për çdo njeri që kërkon ndihmë dhe dorën tonë. Shqipëria ka nevojë për më shumë mirëkuptim, për më shumë dialog, për më shumë dashuri, për më shumë besim. Festës ju bashkuan mijëra besimtar bektashin të ardhur edhe nga jashtë vendit. Në malin e shenjtë kryen të gjitha ritet, vizituan Teqen, Ndezën Qirinci dhe Therën Kurban. Kjo është një ndër ditët më të rëndësishme të besimit të tyre dhe merr më shumë vlerë kur festojnë me të afër me miq. Festa e bektashinjeve organizohet nga data 20 deri në 25 gusht dhe mbledh çdo vit në Teqen e Kulmakut rreth 500.000 pelegrin nga gjithë Shqipëria dhe jo vetëm.